Si të përgatitim verë rushi. Tani, në fillimi kemi larë rusht një herë dhe pastaj do t'i hedhim te kjo makineria, e cila i shtrydh edhe do na japi lëngun që duam që të përgatitim verën. Në fillim duhet të ndajmë kokrat nga degët, edhe pasi i kemi ndarë me radhë, do t'i hedhim prapë derisa të marrim lëngun. Pastaj, pasi e kemi marrë lëngun e rushit që thoni, do ta vendosim në një enë plastike ose xhami, edhe do ta lëm atje 3 me 5 ditë, do ta mbyllim pak, jo shumë, se duam që të dalin gazrat që mund të ketë vera brenda. Pastaj, duke trazuar vazhdimisht këto ditë, këto 5 ditë, 2 me 3 herë në ditë derisa me një lugë druri. Pastaj pas 5 ditësh, do ta marrim, do ta hedhim në një enë qelki, atje do ta mbulojmë mirë, do ta vidhosim mirë, që të mos ketë fare ajër dhe do ta lëmë 30 me 45 ditë derisa të përgatitet vera. Edhe do jetë gati.